Sot me një ceremoni familjare dhe me fëmijët e kopshtit të Korishës, u hap restoranti luksoz me të gjitha ushqimet familjare dhe me këndin për lojra të fëmijëve në tranzitin e ri të Prizrenit në rrugën Akim Shala. Me këtë rast, pronari i këtij restoranti, Kastrio të Regja, i pohon se tashmë në këtë pjesë të qytetit po hapim këtë restorant me të gjitha ushqimet, duke filluar nga picat italiane, ëmbëlsira dhe gatime tjera familjare. Besoj të cilësisë më të lartë, tha ai. Mi bën një hapje të lokalit që kemi pa që çdo familjar që po shkon në një restorant për vyneve një kënd lojna për fëmijë. Kemi në formë si restorant, kemi pica, hamburgera, peskavic, file pule, këto gjanat e skarës, gjanat e furrës, dhe kemi dërset në fund ëmbëlsira gjëra. Restoranti po kështu ka edhe këndin e bukur të lojrave për fëmijë. Derisa restoranti gjithashtu ofron edhe ushqime cilësore si evente për ditëlindje, si dhe organizime të tjera familjare, tha pronari Kastrio të Regjaj. Ne po punojmë një sistem italian, pe pizzas Napoli, që edhe në Itali kemi një pizzeria atje, në Morbengo. Rruga tranzitit të ri Akim Shala, afër rrethit të Petrovës, dhe cilësia dhe kvaliteti është në nivel. Këto. Do thotë edhe mund të darkojnë dhe fëmijët kanë lojrat të tyre? Po, në një moment, për shembull familjar kur dojmë me kalu, fëmijët i lojnë të lojna, ndërsa ata mund mi shiju ushqimet tona. Edhe ditëlindje për fëmijë organizon edhe këto së Po, i kemi. Po. Çfarë mesazhi ke për qytetarët? Jeni na vizitoni dhe ndahuni të kënaqur. Lokali me këto shërbime mendojmë të jemi në shërbim sa më të mirë të qytetarëve. Andaj edhe i mirëpresim të gjithë ata që duan të kalojnë qaste sa më të mira për një relaksim. Mos harroni pra restorant Dark Blue me lojra për fëmijë në rrugën Akim Shala, tranzitin e ri dhe gatimet e ëmbëlsirave të shkëlqyeshme. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.